ka qenë gjithë një kurioze për shqiptarët të dinë ç'bën pasardhësit e Skënderbeut dhe ai ishte i pasur. Në fakt ka pasur herë pas here pretendime për fronin e Skënderbeut dhe përpjekje të tilla janë pasqyruar edhe në të kaluarën, por çfarë dihet shkencërisht dhe nga të dhënat e historianëve? Profesor Dr. Ferit Duka na vjen ndihmë edhe për këtë kërshëri. Sipas të dhënave historike që ai ka, i biri i Skënderbeut bëri disa përpjekje për t'u rikthyer dhe për të vazhduar rrugën e tatit. Me përpjekjet e fuqive perëndimore ajo përpoq të restauronte pushtetin e kastriotëve në tokën e marrë prej osmanëve. Sigurisht, përpjekjet duheshin konsideruar thjesht si tentativa, sepse ishte e pamundur të merrte shkëlqimin e tatit. Fuqia osmane ishte e jashtëzakonshme, ishte një superfuqi e kohës, kështu që Gjoni u kthye përsëri në Napoli. Një tentativë tjetër ishte edhe ajo e Gjergjit, nipi të Skënderbeut, prapë me nxitjen e perëndimorëve, por dhe kjo tentativë mbeti e pakurorzuar sa duhet. Bëri disa zbarkime të parëndësishme në zonat e Lezhës dhe të Himarës, kishte prapa Venedikun, por nuk u realizua ndonjë gjë, me përjashtimin e asaj që dhe njerëzit u rizgjuan ndërgjegjen e shqiptarëve për të kaluarën, por përkohësisht historia dëshmon se Skënderbeu ka pasur një marrëdhënie specifike me mbretin e Napolit, Alfonsin. Sipas traktatit të Gaetës së vitit të 1451, Skënderbeu shpall vasalit i tij, një lëvizje taktike dhe mjaft e zgjuar për të tërhequr përkrahjen e Alfonsit. Fuqinë e tij ushtarake për ta ndihmuar Skënderbeun në një kohë të vështirë, duke qenë se prisi shqiptar ishte një diplomat shumë i zoti, bëri një pakt vasiliteti me Alfonsin, i shndroi besnik këtij pakti, i vajti në ndihmë kur ky mbret rrezikohej dhe, padyshim, pasardhësit e tij gëzuan të gjitha privilegjet e tatit. Me lidhjet specifike që kishte me Alfonsin, osmanologu i njohur thekson se ka disa autorë serioz që folën për pasardhësit e Skënderbeut. Është pretenduar deri në rilindjen kombëtare për pasardhës të tij dhe pretendime për kurorën e prisit shqiptar. Ajo që del në pa nga disa biografi arbëreshe është fakti se Gjon Kastrioti, i biri i Skënderbeut, u martua me Jelena Branković, vajza e despotit serb Lazar Branković. Dy linja të familjes së Kastriotëve u vendosën në jug të Italisë, njëra prej të cilave ishte Pardo Kastriot Skënderbeu dhe tjetri Achille Kastriot Skënderbeu, të dy bij të Ferrantes, djalit të Gjonit dhe Jelinës. Ata bunin pjesë në borgjezinë italiane, duke marrë çmime të shumta fisnikërie dhe u bën pjesë e urdhrit të lartë të Napolit. Vajza tjetër biologjike e Ferrantes ishte Irene Kastrioti Skënderbeu, lindi në Andreana të Aragonës dhe trashëgoi pasurinë atërore duke e çuar më tej kurorën me një martesë me princin Sanseverino. Ajo pati një djalë, Niccolò Bernardino Sanseverino. Trashëgimtarët e saj udhëhoqën familjet qeverisëse ose ish qeverisëse të Belgjikës, Luksemburgut, Austro-Hungarisë, Prusisë, Serbisë dhe disa anëtarë të familjeve mbretërore britanike. Pasardhës i shquar i kësaj familje përfshin Filipe Kastriota, bashkëpunëtori Ismail Qemalit, themeluesi i Shqipërisë moderne dhe autori i famshëm Giorgio Maria Kastriota, një familje që e quan lart emrin e Kastriotëve. Në fund të kësaj gjenealogjie, për heroin ton kombëtar është normale të bëjmë një pyetje: a ishte i pasur Skënderbeu? Sipas profesorit është e vështirë të thuhet, natyrisht që kishte pasuri, sepse ishte pinjolli një familje që sundonte një principat të rëndësishme të mesjetës, duke qenë i tillë padyshim që kishte pasuri, por gjithçka e vendosi në shërbim të luftës, dhe kjo është një vlerë e shtuar e tij, sepse ai të gjithë pasurinë e tij e shkriu në shërbim të idealit, atë dheut e lirisë, atë që pakush e bëri për Shqipërinë tonë, ndaj dhe nderon historia, ndaj dhe çdo shqiptar evropian përkulet para emrit dhe figurës së tij legjendare.